që i thot vetes profesionist, të mos shkoj të ushtroj trysnim mbi skuadrën e vetë, që të prodhoj futboll cilësor, sepse nuk do e riprodhoj do të ndeshjen finale që do ketë nëse nuk ka vazhdimësi. Futbolli është vazhdimësi. Se këta po bëjnë një shkencë të çuditshme në Shqipëri. Sot mund t'i karikosh baterit, do lujmë, je zjarr, nesër i shkarkojmë fare mos luj, s'ka gjë, dhe ti je prap gati për ndeshjen tjetër. Jo, si je. Zblohesh më pastaj. Arsenali masakroi ekipet angleze gjithë fazën e parë. Po? Dhe çfarë ndodh rëndom dhe shpesh. Nëse mban mend Alex Fergusoni thonte nuk e di si do ta kem ekipin në muajin në fund të marsit, në çfarë gjendje do ta kem, nëse do ta kem ekipin në gjendje të mirë, të vijë në formën e vet sportive më të mirë, të më prodhoj lojë në fund të marsit, atëhere janë ndeshjet më të rëndësishme të aktivitetit dhe nuk lëshonte as milimetrin, se kanë ndeshjet intensitet. Fillon është faza finale ku çdo pikë ka rëndësi dhe morali në skuadër forcohet fitore pas fitorie. Nuk forcohet një ndeshje tolerojmë, një ndeshje se tolerojmë. Ka që do flasë seriozisht se ky kampionat nuk e meriton as ta analizosh, Si e ke parë këtë fund këtë kampionati Sala? Unë ndoqa pak ndeshje dje, edhe me atë sa marrë vesh unë nga futbolli, se unë kam... Ti shikonde si vrapojnë? Për vitesh, normalisht. Besoj këtë shikonde. Fund sezoni është, lojtarët janë dhe të lodhër, nuk mund ta kenë atë performancën 100%, po normalisht fund sezoni kupa njëra tjetra. Por që, siç e thanë edhe analizojnë profesorët dhe më përpara meje, qëndron shumë edhe ngre një pikpyetje të madhe që ti nuk di se kujt do të japësh fajin. A kupton, ngarkesë lojtarëve, heqjes trajnerëve, apo edhe një dore që mund t'i japësh një miku apo një shoku. E kuptoj. Biskotat që ti the. Nuk mund t'i vendosim asnjërin nga këto. A mund të funksionoj vaferi nëse ti shkon në një ndeshje kështu lente. Dhe ti thuj tani, nuk ka më biskota, ka vafer këtë javë. Do ham. Tani, ky lloj butoni që thot Alliu, se unë se di se s'kam gjyden kornë në jetën time, se kam parasysh është kjo. A mundet që ti të pësosh atë metamorfozën fizike, psikologjike, taktike, teknike, për ndeshjet e Final Four? Po, momenti ty që të bie ritmi edhe ha vetëm ato gjërat e dëmshme, kur do hash ato, pastaj fillon edhe stomaku, nuk i përballon mirë ato, edhe bën një kolaps. Edhe hajde merre vesh pastaj se çfarë do ndodhe. Nga ekipet më të mira në botë, Altin, më të mirat, që kanë stafe njerëzish, kanë psikolog, kanë mjek, kanë trajnera, kanë njerëz që kujdesen për çdo detaj të klubit. Absolutisht. Përpiqen me mira njerëz që ekipi Realit Madridit të jetë në maksimumin e vetë të performancës në fund sezonit dhe nuk ja arrin. Jo më që ti të çedosh me ndeshje, bie morali, më sot vete i thu tjetrit, më tregoj qik debatet e mëdha që keni bë këtu. Ku vete gjitha i sherri Martinit me këtë gazetare, domethënë se po flisim për parime, për moral, për profesionalizëm. Mbi ç'moral moral do flasin nesër? E kuptoj. Si do i flasi skuadrës? Kam pas një regjizor më para dhe është jashtë tani, më lidhni çdo diel gjumë, po ka një funksion që unë se them do të emrin. Më para ka qenë regjizor. Ka vajtur sipër. Ka qenë është regjizor, megjithëse tani është me kollare në një pozicion. Edhe ti me kollare Kollare, e ke parasysh ajo? Dhe më thot, rregulloj pak mikrofonin djathtas, nuk e ka, të përshëndesim nga larg, nuk e ka harruar kur profesionin. Zoti Kushta, ne jemi në një moment kampionatit që dikush duhet bëj diçka. O të mlidhen këta burrat e mëdhenj të futbollit shqiptar, presidentët dhe thotë, kështu nuk shkon. Lokali jon është bosh, klientët po ikin. Njeri nuk vjen më të haj ushqimin ton. Hajde mlidhemi bashk, japim dorë njëri tjetrit dhe ta rregullojmë këtë punë. Ose
Federata Shqiptare e Futbollit duhet gjej një sistem, një mënyrë, se nuk shkon. Nuk shkon. Te kjo pizzari, nuk bëna vjen asnjë lloj klienti. Është bosh. Asnjë nuk ka. Asnjë nuk ushqet. Si të themin ata? Një ditë kemi ushqimin e mirë, ditën tjetër e kemi me helm, nuk vinë klientët. Si do t'ja bëjmë që të vinë? Hajde e kaluam dhe këtë javë. Po javën tjetër do shkojmë në Europë. Vinë ata, fillojnë. Kupat e Europës dhe ti prapë, luj këtu brenda gardit. Zoti Kushta. Problemi i futbollit është gjithmonë vazhdimësia, ose çka kërkon ti na vetja. Unë të thash edhe në fillim, kjo nuk është larg pamësi, se mori një ndeshje, dy ndeshje, se kjo janë nga 2-3 javë e fundit, ky fenomen nuk është një ndeshje, dhe nuk është një ekip, aty los vetëm Teuta me Tiranën, që ishën të detyruar, të dyja këto ekipe, se dhe këto mos ishën detyruar. Javën e kaluar ishte prap Dinamo, erdhi në Vlorë, më thanë, do vish shikosh ndeshjen, do vete, i thashun, kur më thot dikush, sokol për ndeshje to përfundoj, kaq me kaq. Apo mirë, i thashun, falë, nuk vete se e pash ndeshjen. Dhe aq mbaroj. Që ka ndodhur Aldin? Tani, vazhdimësia ose ajo që the ti ku do të vesh. Shumica të ekipeve, se aq janë ekipe. Do lënë në Europë nesër. Janë 5 ekipe do losin në Europë. 4. Po tele ndonjë kupë tjetër. Na bëni sadaka. Okej. Shënë se ga. Tani është gjysma e klasifikimit që deli është shtetit. Po. Këta, janë këta lojtarë që ngri, shkri. Sa e bukur ishte ngri, shkri. Ngriva, shkriva. Kujtoj e 10 vjeta ngri, shkri. Se vështirë, Po duhet të ngrish o shkrish. Tani, ti e ti që të vinë në ndorë djetor janar që është ngricat, fillon pra vera. Edhe natyra ka për stinët të ndara. Po pra. Bolli nuk mund të jetë i tillë. Por si zgjidhet kjo punë? Si zgjidhet kjo punë, zotëri? Më thoj një formulë si zgjidhet. Krijimi ligës, që këta të marrin fatet e futbollit në dorë, krijimi ligës profesioniste, Federata Shqiptare e Futbollit. A pyetje s'po le të mbaroj. Se po më thoj për stinët, ngrish të kri. Tash për lojtarë tani to. Jo, është parashikimi i motit. Nga njerë ku ne jemi në nkërç, kur kampionati është tamam në atë javë, të nxehtë, të fortë, shikojnë që një arbitër ka dhënë 2 faule të paqena. 2 faule. Po, shikojnë gjirpërën kasht. Po, shumë e bukur. Dhe pasaj, po tani, prit, kur nuk talin të arbitrat, të thonë, ai Maskaraj Armando Tuka. Po tani, se nuk thonë. Do të thënë, çdo gjë këta në fund ja transmetoj presidentit. Jo. Kampionati kombëtar shqiptar përbëhet nga presidentët. Se besoj ti thoj Armando Aurelini këto ndër. Armando është në pra ishim për konferencë për shtyp me Dugër neve. A e pyetëm. E pyetëm për pikërisht për këtë. Dhe tha Armando çfarë do thoj që unë takova këtë. Ore, e kupton sa të vegjël janë njerëzit. Këtu është një bashkësi presidentësh që bëjnë kampionatin kombëtar, Serie A, Serie B, Serie C. Po. Duhet mbledhen bashkë për shpenzimet, për të ardhmen e tyre. S'ka lidhje, ai është organizatori madhor. Këta janë organizatorët. Këta e bëjnë ose e çpojnë kampionatin. Nuk. Organizatori është komisioni arbitrimit, komisioni kjo, teknik, to të përbëjnë. Po futbollin e lozin presidentat, këta e argjojnë. Këta nuk janë të zotët të gjejnë të bëhet liga profesioniste. Liga. Po ligën e zgjedhin këta presidentet, se zgjedh Armando. Siç është arbitrimi. Unë them, në qoftë se ti ke 3 javë, nuk kam dëgjuar një fjalë të keqe për arbitrimin. Them çfarë ndodhi? Kur unë nuk dëgjoj asnjë. Dhe javë ka qenë mirë arbitrimi.
2 javë. Ka shkëlqy këtë javë? 2 javë që i kam parë me... Shmeren me arbitrat me? E dyta, s'kam parë asë një shërë. Se trajneri është me gjak, edhe unë kam qenë trajner, kam fsharë, jam pëson. Je zënë në njërë ti? Pa tjetër. Po është vetë jeta që të sjellë, se me gjak jemi, se jemi me ujë, se jemi robot. Po problemi... Jo, se lojtare di që ke qenë karakter kështu që ishe shumë i fort fizikisht dhe ndonjëherë të ngrihet takën në ozonosferë, po si trajner nuk e dija këtë element. S'ka qenë gazetar kur kam qenë trajner, çfarë them unë? Jo, kam qenë gazetar, por nuk isha aq afër teje. Se mbase ke qenë te dhomat e zhveshjes. Edhe nuk ishin portalet edhe televizionet. Ishin me politikat e Ka qenë bota kaq e vogël sa ç'është tash. Po, tani është më e vogël. Tani, të them, është një diçka që këta duhet ta zgjedhin vetë, mitës tyre, të zgjedhin ligën profesioniste, të zgjedhin presidentin e tyre, të bëhet ligji për sportin, dhe kjo e fut të shinë. Vetëm marrëveshja midis presidentëve e zgjidh këtë situatë? Patjetër, shteti me Armando Tukën janë 2, shtet dhe shtet, shteti futbollit edhe shteti. Edhe shteti civil mirë kur shikon këtë fenomen.